Marrshkas nga një foto që sjell situatën e varrit të Petromarkos në Dërmi, e cila ka bërë xhiro në rrjeteve sociale ditët e fundit, nisur edhe nga 25 nëntori, që përkoi me ditën e lindjes së mjeshtrit të Penës, Petromarko, ka reaguar nga Vlora deputeti Damian Gjiknuri. Duke ju përgjigjur interesimit të gazetarëve, Gjiknuri tha se Bashkia e Marrës do ta shikojë këtë çështje dhe se shumë shpejt ajo do të adresohet dhe do të marrë zgjedhje, sepse Petromarko i bën krenar të gjithë. Gjithashtu edhe historinë e popullit tonë. Kjo është e vërtetë, kjo është gjë që besoj Bashkia do ta shikojë shumë shpejt. Jam i bindur që siç këto varreza dolën në dritë se para shumë vitesh kanë qenë një gjendje tjetër, para shumë vitesh dhe çfarë fundit e kemi dhe varreza që shumë më të mirë. Besoj se edhe ajo gjë do të adresohet edhe personalisht me jo thjesht nga Breku, po Petromarko i përket gjithë Shqipërisë, është nga mendjet e ndritura dhe shkrimtarët që bën krenar të shqiptarë. Edhe kryetari i Bashkisë së Marrës Vangel Tavo premtoi se do të realizohet rindërtimi i varit të Petromarkos. Ky proces sipas Tavos do të bëhet në bashkëpunim edhe me familjarët e Petromarkos. Në bashkëpunim të ngushtë me familjen e shkrimtarit dhe patriotit të madh Petromarko, jemi drejt përfundimit të procesit të rindërtimit të varit të tij. Dua të theksoj se ky proces ka nisur prej kohësh, përpara se të publikojë fotografia që solli diskutime mbi gjendjen aktuale të varit. Për ne, ky nuk ishte një reagim ndaj debatit, por një detyrim moral dhe institucional. Rindërtimi i varit të Petromarkos është një homazh i merituar për jetën dhe veprën e tij. Është detyrë e Bashkisë Himar dhe e komunitetit të Himarës dhe të Dërmiut, si vendindja e tij, të kujdesemi me respekt për figurat që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kulturë. Petromarko lindi në Dërmi në 25 nëntor 1913 dhe vdiq në 27 dhjetor 1991. Ai ishte arsimtar, publicist, gazetar dhe shkrimtar i shquar. Marko do të vlerësohet për prozën e tij moderniste, duke thyer rregullat e metodës të realizmit socialist, ndonse krimtaria e tij është bërë pikërisht në atë periudhë. Me romanet e tij, Petromarko hyri në personalitetet më të shquara të kulturës shqiptare, që solli risi të vërteta në traditën letrare të Shqipërisë. Tek vepra e tij rrezaton bindja dhe besimi lindur për dashurinë dhe humanizmin njerëzor, ndonse sa jetoi ishte ndër personalitetet më të përsekutuara dhe më të munduara. Në Vlorë, emrin e Petromarkos e mban teatri i qytetit, që në 26 nëntor mbushi 63 vjeç.